Ata të shumë dopt. Në i vrau ftohtë një radhë parë. Tani ti shikon vetë sa punëtor kam unë. Jemi veti tret nga familja. Kam 5 punëtor, ato halal t'i kenë se janë djersa vetë. Po nga 25 unë dua 100.000 lekë punëtor. 130.000 lekë punëtor. Pleu tani. Me të mbjelli kam çdo gjë, pleu ka vajtë në kikël. Farat, që ka vajtu 2.000 lekë kilja. Unë ka marrë 10 kuintal farë për 4 dylymë. E ben e sa pju se unë zdi të bej. Edhe shteti. Që thot shteti, ben të rinjve që ktheuni në dhënë tuaj. Tu s'ka, pëse do vi të rinjt. E ne do plakemi, do ikim e ne. Kur sa punoj këtë vend këtu? Rini ka ikur. A keni përfituar subvencione qoftë për karburantin? Fare. Unë i kam e qera ato tokat. Unë i kam 150.000 lekë qeran, dylymi. Gjitha me qera, unë dylymë tokam, ato i kam të burrit. Vetë s'kam tokë këtu. Me qa do bëj unë dylymë tokë. Gjitha me qera. Sa po shitet një kilogram sot? Mos e pyet, prodhim s'ka edhe 500 lekë. 500 lekë edhe mos a marrim ullë sot e. Se lozin tregtartë. Këtë punë e bëjnë tregtartë. Prandaj atë zonjës, ministres, bujqësisë, i bëj thirrje që dalin, mos dalin vetëm gazetarët. Për voto dalin ato, janë shumë mirë. Dalin, a bën thirrje, voto kështu, votojnë kështu, do bëj Shqipëria kështu. Unë jam as me të majtën, as me të majtën, as me djatën. Unë jam vetëm krahun tim, me djersën time. Kaq kam unë. Faleminderit e juve edhe vi ajo zonja dalin një këtej. Mos i mbaj thonjt ti lëmoj sa më shumë e kuq, dalin këtej. Mos dërgoj vetëm juve. Faleminderit juve. Për farë, se te zdat për para nuk jep. Edhe këto çare rrezik ka pse. Rrezimi i parë. Lere. Ja, duhet